I kanë veç 55 euro dhe ende nuk i kanë përfundu pushimet verore. Kështu që kom vendos që azincisionin e parë që është ku mund dalë edhe me parë nëse ka ndonjë ofertë me këtë shumë parash që mundën me ma boz zgjidhjen për këtë vetë, se i nxehti veç po e sheni se si është. Kështu që kemi dalë te Shark Travel, kemi me hy brenda dhe mi pa gjitha ofertat edhe shpresojmë që ka me pas oferta me këtë shumë parash. E janë të shohim bashkë. Përshëndetje, si mundemi t'ju ndihmoj? I kam veç 55 euro edhe kom vendosur të ndalë të angjësioni i parë që është për fat e pash travelin, Shark Travel. A mund është lutem më tregu se a mund me shku dikon pushime me këtë shumë ajo? Patjetër që po. Atëherë Shark Travel ofron oferta që nuk duhet t'i humbesni. Vetëm me 50 euro duke filluar, kemi oferta në Shënxen, si hoteli Raffaello Family, Queen Residence, po ashtu edhe Manikulaj, që ofrojnë oferta me mëngjes dorë, po ashtu është i përfshirë edhe çadrat në plazh. Po në vend tjetër përveç Shënxinit? Patjetër, kemi edhe hotelin Bonita Luxury, Bonita Classic, që ofrojnë shërbime me 5 yje me all inclusive. Për shoqet e mia, për shembull, që kanë qef me shku me vizitu jugun, a ka ndonjë ofertë? Deri kemi edhe hotelet Regina, si janë Regina Asete, Regina Pal, të përfshira me ofertën all inclusive po ashtu, që kanë cilësi të lartë shërbimi dhe klientët gjithmonë janë të kënaqur. Faleminderit shumë për oferta që i tregova, sigurisht që këto oferta do të më nxitu edhe mi kap secili prej nesh, kështu që na kishim dashur me shku pak te drejtori ose dikush tjetër më na fol se ç'u shpja bër me këto oferta dhe sa po kanë llogarit me këto oferta me kaq çmime, kaq kota, kështu që janë bashkë me neve. Prej oferta afqoj pam, na interesoj me ditë se qysh po keni llogari me këto oferta kaq lira. Po ne nuk do thotë që punojmë veç për vete, punojmë pak edhe për qytetarët, punojmë pak edhe për media, jemi në shërbim qytetarëve, po mbi gjitha jemi në shërbim të turizmit kombëtar. Ne kemi pas një qëllim para vetes gjithmonë që të shërbejmë turizmit duke ofruar shërbime të mira dhe duke ofruar çmime jashtëzakonisht ekonomike ose çmime të lira. Që dim gjithë që shqiptarët e Kosovës, pagat, sidomos në sektorin publik janë ato që janë dhe mundësitë e qytetarëve për të kaluar pushimet me këto paga në hotelet luksoze apo me oferta më të shtrejta janë të pamundur, prandaj gjithmonë kemi parasysh buxhetin e secilit qytetar dhe secilit familje. Pra, ne fillojmë nga ofertat më të lira, ofertat ekonomike deri te hotelet super luksoze, qofshin ato në turizmin shqiptar, por edhe pse jo edhe në Halkidiki edhe në Turqi, prandaj ne fokus veçantë e kemi tregun shqiptar pra Shqipëri, e cila realisht është destinacioni më i kërkuar dhe më i preferuar i shqiptarëve të Kosovës. Gjithë këta që po e thunë e vërtetum në bazë të numrit të madh të klientëve që presin ren për me i marrë ofertat e juja, po përpara se me dalë ndoshta te këto oferta që po i përmendë dhe gjitha ofertat tjera, po na intereson me ditë se si ka lind ideja për këtë agjencion. Pyetje shumë interesante. Me thënë drejtën, po është e vërtetë që klientët po presin në radhë. Është shumë e vërtetë që jemi lider në turizëm sa i përket tregut shqiptar dhe këtë kemi pas qëllim të thoya edhe si ide qysh para 30 viteve kur është themeluar Shark Travel, në si vite kemi edhe vit jubilar, 30 vitorin e themelimit dhe punës tonë në turizëm. Thonë të drejtën para 30 viteve as pak s'ka qenë lehtë funksionimi si agjenci turistike, duke pas parasysh që ne thuja në atë kohë kemi qenë në okupim, po duhet flas nga pas tufta këndej, kur ne si agjenci turistike kemi pas fokusin kryesor te turizmi shqiptar, në atë kohë kemi dalë nga lufta dhe imazhi i agjencive turistike as pak nuk ka qenë i mirë dhe ka qenë shumë e vështirë t'ju besohet agjencive turistike, të pas parasysh që menjëherë pas luftës tregjet kanë qenë të paregulluara, rrugët kanë qenë të paregulluara, ka qenë udhëtim shumë i zërshëm për udhëtimin drejt Shqipëri, por ne qysh në atë kohë kemi pas një qëllim të vetëm, t'i bashkojmë shqiptarët në aspektin turistik dhe falë një punë shumë të madhe, ne kemi arritur që t'ja dalim deri dikon. Tham sot para 30 viteve kur
ai imazhi i agjensive turistike që ka qëndruar për shkak se kanë marrë shumë punëqësie, kanë bërë transport ilegal, kanë lënë shumë njerëz në kufina, kanë dëmtuar qytetarët, nuk ka qenë lehtë për ta bindë veten për me kriju një agjenci turistike. Po ne gjithmonë kemi pas fokusin te qytetarët dhe na ka lindë ideja që të kemi një agjenci e cila merret me detaje, që nga momenti kur klienti paraqitet në zyret tona e deri te momenti kur klienti kthehet nga pushimi. Normalisht që ka shumë sfida, ka pas shumë probleme, ka pas shumë punë, por me thënë të drejtë ne kemi punu ditë e natë dhe njerëzit kanë filluar nga daldale me na besu. Fillimisht ne kemi ardhur nga një komunë tjetër, nga komuna e Randës, dhe ka qenë shumë e vështirë për qytetarin e Prishtinës mi besu një agjencie turistike në një qyteti tjetër, kur në atë kohë për shembull të kanë dashur rreth një ore 30 minuta me ardhur nga Randa dhe lidhjet kanë qenë shumë të vështira për shkak të rrugëve të krishtë të dëmtuara, por mbi gjitha ne kemi arrit me një punë të madhe, me një punë të palodhshme, me marrë ata çka është më rëndësishme për qytetarin. Pra, të krijojmë besimin e qytetarëve dhe ka dalë ngadalë qytetarët kanë filluar të na besojnë dhe ne kemi filluar të ndërtojmë besimin dhe ta, kemi filluar të japim shërbime të mira, jemi marrë me detaje, po të përsëris, jemi marrë me detaje për klientat, jemi marrë me detaje me hotelet, kemi pa çka i duhet një qytetari për me pas një besim të një agjenci dhe që tjetë një lidhje mes agjencisë dhe hoteleve në Shqipëri. Ne dim si kanë qenë hotelet në Shqipëri vitin 2003, 2004, 2005 dhe falë punës tonë të madhe, falë përkushtimit tonë, falë seriozitetit tonë, falë sinceritetit tonë, falë ofertave tona ekonomike kemi arrit të marrim zemrat e qytetarëve të Prishtinës, por jo vetëm Prishtinës, por gjithë Kosovës dhe me krenari sot e bartim këtë përgjithësi si lider në fushën e turizmit. Kemi shumë mirënjohje, kemi shumë falënderime nga kryetarët të bashkive në Shqipëri, nga Pogradeci. Tham drejtën, Pogradeci ne kemi shndruar në destinacion turistik për ofertat jashtë sezonit turistike. Tham të drejtën, vitin 2002 kemi qenë agjencia e parë kur ne kemi qenë shqiptarët e Kosovës në Velipoj, kur vetëm nga vaj des është dash mbi një orë e gjysmë, 2 orë me kalu kohë për me rri deri në Velipoj dhe as nuk ka pas hotele, as nuk ka pas infrastrukturë, por ne e kemi pas një qëllim para vetes. Të ndihmojmë turizmit, të ndihmojmë hoteleve, të ndihmojmë njerëzve tanë dhe të ndihmojmë gjithë shqiptarëve. Dhe tashmë jemi shumë krenarë për punën tonë. Ndër ato që e thej përmendet që para 30 viteve ka qenë sigurisht e vështirë me bind vetën së për me hap një agjencion për shkak të gjitha situatave që i përmendi, po sa ka qenë e vështirë me arrit besimin e qytetarëve në atë kohë kur keni hap agjencionin që ata tashmë ju kanë bërë lider të kësaj në çfarë punoni? Po, jashtëzakonisht ka qenë e vështirë, thashë më herët, por ne kemi pa që njerëzit ka nevojë për një agjenci turistike që ata të krijojnë besim dhe të krijojnë lidhje, që të marrin informacionet e duhura, që ata mos ngelin rrugëve, në anën tjetër që ata të krijojnë besim. Është dashur që dhe hotelet në Shqipëri ta krijojnë një besim, një partneritet të ne, sepse ne në atë kohë kemi qenë më të ri, kemi qenë një treg, ka qenë një treg i shkatëruar, realisht ka qenë diçka kur është dashur me punu shumë. Unë them të drejtën, për vitet të tëra, pas luftës, ndoshta gjatë gjithë verës kam flet vetëm 2 orë, 3 orë për me ardhur një rezultat dhe për me kriju besim të qytetarët, sepse vullneti ka qenë shumë i madh që ne të punojmë fuqishëm të ndërtojmë të ardhmen, jo vetëm për veten tonë, por për veten tonë, për fëmijët tonë, për familjarët tonë, për të punësuarit tonë dhe në fund për Kosovën, por gjitha për shqiptarinë. Prandaj ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe as vetë nuk e kemi besuar dhe nuk e kemi ditë në atë kohë që kemi me qenë një ditë lider në tregun e turizmit të Shqipfolës, por tashmë kjo sfidë është i kaluar dhe Shark Travel është një yll që shëndrit karshi kërkesat të qytetarëve, ku shumë agjenci tjera turistike duke parë punën tonë ka ardhur prapa nesh, kanë ardhur bashkë me ne dhe tashmë po zhvillohemi bashkë edhe ne si tregu i Kosovës bashkë me hotelin në Shqipëri për të bërë më të mirën e mundur që të kemi një treg të përbashkët të turizmit, qoftë për kalu pushimet verore në Shqipëri dhe pushimet dimrore në Kosovë, pse jo, edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut unë dua t'i përmend dhe falenderoj, sepse me punën tonë, me bashkëpunimin tonë ndër rajonal shqiptarëve, ne kemi arrit që të krijojmë ura bashkëpunimi.
Pra, unë duke qenë një prej themeluesve të Sharp Travel dhe duke qenë kryetari i shoqatës së turizmit dhe duke qenë kryetari i Kuvendit Notën Ekonomike, kam arritur që të krijoj ura bashkëpunimi, të ndërtoj partneritet, jo vetëm me shqiptarët e Kosovës, agjenci turistike brenda në Kosovë, po atë emri negativ që ka qenë për agjenci turistike me shumë mund, me shumë sakrificë, me shumë punë e kemi kthy në një emër pozitiv, me një imazh pozitiv për sektorin dhe kemi kriju besim dhe tashmë jo që na besojnë qytetarët e Kosovës, më besoni, po na besojnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, na besojnë agjencitë atje turistike, partnerët tonë në Preshevë, në Bujanoz dhe të gjithë bashkë ne kemi shifrat jashtëzakonisht larta të pushuesve në tregun shqiptar, përkatësisht në turizmin shqiptar dhe bëjmë pjesë aktive në turizmin shqiptar. Prandaj kundër një sakrifice shumë të madhe dhe një punë shumë të madhe dhe të palodhshme, fund ka dalë një sukses dhe ne jemi i gëzohemi këtij suksesi dhe kur kthej kryt mbrapa, shoh 30 vite punë, 30 vite angazhim, 30 vite përkushtim, 30 vite sfidë, ndihem jashtëzakonisht i shliruar se tashmë turizmi shqiptar është në binarë të duhur. Gjithë këto dekada punë që i përmende, pa mundosh me atribu se cilat kanë qenë ndoshta momentet më të rëndësishme gjatë këtyre 3 dekadave në punën që bënim. Pra, për 30 vite punë është një bagazh shumë i madh ku ti kujton kur qytetarët e Kosovës nuk kanë pas as telefona fiks nëpër shtëpitë e tyre, mos flas atë në atë kohë kur nuk kanë ekzistuar as telefonat mobil dhe nga dal pas vitit 2003 vëdësimi i qytetarëve ka ardhur dhe shërbimet e telefonisë mobile është mbulugjit Kosova. Përveç kësaj ka filluar të funksionojë edhe interneti dhe kemi pas një avancim të teknologjisë informative, ky avancim i ka ndihmuar drejt për drejt edhe sektorit privat, sidomos të turizmit. Flasësh për 30 vite eksperiencë, qoftë ato eksperiencët e mira dhe eksperiencët e këqija, janë plot momente kur qytetarët dhe klientët ta nuk i shohin, ku ne kemi pas sfida të shumta, sepse kemi pas të bëjmë me një treg, në tregun shqiptar, ku është dashur të kalon 10 orë rrugë për deri në destinacion Durrësin, apo thënë të drejtën, vitin 2002 kur ka shku Sharp Travel për herë të parë në Sarand, ka bërë 29 orë rrugë deri në Sarand, prandaj kjo është sfida në vetvete kur është dashur në pjesë të caktuar të rrugës të nalim të mbushim gropat me gur për të kaluar autobusi vetëm që të mrrim në destinacion. Pra ka qenë dhe dashuri e madhe dhe e pashtjerur për të eksploruar, për të zbuluar Shqipërinë, po njëjtën kohë për të krijuar besim të qytetarët. Prandaj në këtë aspekt unë dua të kujtoj mundin, sakrificën, jo vetëm timin, po gjithë stafit ku është dashur të kalohet gjithë atyre bjeshkëve për me qa bjeshk për me mrrin në destinacion turistik, kanë qenë jashtëzakonisht vite të vështira, sepse edhe tu pas parasysh gjithmonë buxhetin familjar, ne jemi ndërtuar si agjencion turistik me besimin e qytetarëve duke i përfaqësuar interesat e tyre. Në të njëjtën kohë dua të them që sfidë tjetër ka qenë sigurisht edhe pandemia, ku ne u dash të mbyllim dhe momente të caktuara institucionet merrin vendime që as pak nuk ishin të lehta për sektorin e turizmit, ku sektori i turizmit edhe nga organizatat botërore shëndetësisë dhe nga organizata botërore e turizmit ka dalë që sektori i turizmit ka qenë më i dëmtuar nga Covid-19, po ne nuk kemi ndalë kurrë, personalisht nuk kam boshu kurrë, nuk kemi ndalë kurrë, duke luftuar për sektorin e turizmit përgjithësi dhe ku pjesë e këtij turizmi ose këtij sektori ka qenë Sharp Travel, ku unë kam pas fatin ta drejtoj njëkohësisht edhe shoqatën e turizmit, por edhe Sharp Travel. Përveç Covidit, ku ne na ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë, ne kemi arrit të qëndrojmë stoik në qëndrimet tona, në punën tonë dhe ja kemi dalë. Në anën tjetër, më njëherë pas Covidit kemi pas edhe probleme të mëdha në tregun e furnizimit me karburant të naftës për shkak të krizave globale, lufta e Ukrainës dhe gjithmonë ne sa kemi një në anë pjesën ekonomike, për përfitime ekonomike që zhvillohet biznesit, kemi autobusa modern, flotën moderne dhe gjithmonë edhe kemi njëra anë është kjo që të shtyjnë për me të bëjë investime serioze, po në anën tjetër e shef edhe pjesën e buxhetit të familjarëve, sa ta kanë mundësi me pagu, prandaj as pak nuk është e lehtë me bëj biznes në Kosovë, ne kemi arrit të krijojmë një leadership, kemi arrit të krijojmë besim, por mbi gjitha ky besim nuk mbahet pa investime serioze.
atë lek që ne kemi marrë, atë euro që kemi marrë nga qytetarët e Kosovës, ne gjithmonë e kemi kthy në një mënyrë indirekte me shërbime të mira, me autobusa modern. Flota jone autobusëve është më moderne në Kosovë dhe shumica prej tyre janë Euro 5, Euro 6 dhe nuk ka do të thotë standard më të ulët Charter Travel. Përveç kësaj, në vitin 2026 jemi kompania e parë që ne kemi fut edhe Starlink, pra internetin në gjithë autobuset tanë. Janë shërbimet e kafave, janë mikpritjen e autobus, është serioziteti i shoferëve, i stafit, pra gjithë jemi duke funksionuar si ekip për ndërtuar në vazhdimsi besim tashmë jo vetëm për tregun tonë brenda Kosovës, por ne operojmë edhe në tregun ndërkombëtar, udhtojmë edhe për Itali, udhtojmë grupe ndryshme për Budapest, Vjenë, Stamboll, pra ne tashmë kemi edhe partnerë ndërkombëtar ku ata kanë arrit fal punës tonë të madhe të na besojnë qoftë tregu polak, qoftë tregu gjerman, qoftë tregu zvicran dhe krijojmë paketat e ndryshme turistike duke ofruar shërbime tashmë për gjithë rajonin. Dhe kjo është ajo në fund ajo çërshia mbi tort ku një kompani Kosovës me gjithë këto sfida, me gjithë këto probleme të dolën mbas luftës pa një eksperiencë, por me një vullnet madh pa thyeshëm, me një punë dhe angazhim shumë madh, i kalon këto sfida dhe bësh lider. Deri më tash i përmende partnerët edhe ndërkombëtar, por edhe ata në Shqipëri dhe në gjitha vendet tjera ku kryesisht shqiptarët kanë dëshirë me pushu, por jo vetëm, por edhe me udhëtu. Kështu që a mundeni më na tregu se si i përzgjedhni partnerët dhe destinacionet? Dhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht interesante sepse përzgjedhja e partnerëve është ajo që të çon më lart apo të ul poshtë dhe ne jemi shumë të kujdesshëm te kjo pjesë. Me thonë drejtën, kjo është më tepër si informacion për qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës janë ata të cilët i besojnë Charter Travel sepse e dinë saktë që me Charter Travel nuk ka lojë, sepse Charter Travel gjithmonë e zgjedh partnerin e sigurt, partnerin e besueshëm që kryen shërbime të mira. Prandaj është shumë e rëndësishme për biznesin me pa se kanë ke partner sidomos në fushën e shërbimeve. Ne po flasim me shërbime. Kur flasim me shërbime, ne nuk flasim vetëm për një produkt. Pra, është një lidhje, një zinxhir i tërë në ekonomi që lidhet prej momentit të rezervimit, prej momentit të udhëtimit, prej momentit të arritjes, prej momentit të recepcionit kur pranohet dhoma, prej momentit kur futet në dhomë, mandej shërbimet e akomodimit, shërbimet e ushqimit, shërbimet e pastrimit. Prandaj ne i kushtojmë kujdes të veçantë ndërtimit të partneritetit, qoftë me hotelet brenda trojave shqiptare, qoftë me hotelet jashtë vendeve tjera. Ne kemi edhe ekspert të rekrutuar të brenda kompanisë tonë ku merren me destinacione të caktuara. Prandaj ne i publikojmë ofertat tona, e ndërtojmë një destinacion turistik, i kontaktojmë hotelet, shkojmë i vizitojmë vetë hotelet. Nuk ndodh në asnjë vend, në asnjë hotel me çudikën me dhëbo ofertën, ose mja propozu një qytetarit, një klientit, një hotel, pa qenë sytë tonë, dora jonë që preki para, qoftë të pastërtia, qoftë të akomodimit, qoftë të shërbimit e ushqimit dhe shërbimit brenda. Prandaj, jo rasisht po thamë që ne i kemi ndihmuar shumë Shqipërisë me eksperiencën tonë, me punën tonë dhe jemi zhvilluar bashkë në këtë aspekt turistik, sepse thënë të drejtën, tashmë Shqipëria ka shkolla adekuate, ka mundësi shkollimit, edukimit, po edhe në Kosovë nuk ka pas të kaluar shumë shkollim sa i përket çështjes së turizmit, por ne e kemi pas para vetit synim kryesor që të marrim njohuritë nga jashtë, marrim njohuritë tona që kemi pas nga studimet tona dhe ato i kemi kthyr në praktika më të mira, i kemi ndjek praktikat më të mira të vendeve të Evropës dhe tashmë jemi duke shërbyer ndaj klientëve me një besim të madh. Dhe në këtë drejtim unë dua të falenderoj për vitin 2025 mbi 85.000 klienta të cilët i besuan Charter Travel. Vitin 2025 ne kemi pas rritje mbi 25% të njësitë akomoduese në Shqipëri, që ka qenë një rësi, dhe ne po presim edhe këtë vit, pa marrë parasysh që flitet për ramje të shifra në Shqipëri, flitet për ato protesta që e kanë dëmtuar turizmin. Unë besoj që në fund të sezonit ne do dalim me shifra zyrtare, sepse ne kemi evidencë dhe punojmë jemi kompani serioze, kemi kadër, kemi staf, po i shihni që vetëm këto zyre diku janë 20 veta të punësuar, pra secili e kryen punën e vet me nder dhe me përgjegjësi. Shumica prej të punësuesve në zyren tonë minimumi ka një fakultet kryer.
minimumi ka një fakultet krymë. Po edhe shoferët tanë, shumica prej tyre janë me një eksperiencë mbi 10 apo 15 vite. Prandaj është shumë e rëndësishme për ne që kemi ditë të rekrutojmë stafin e mirë dhe kemi pas përkushtimin tonë dhe kemi vazhdu me besim të madh për ndërtuar një partneritet sa me klientët, një besim me klientët, po në të njëjtën kohë çat besim që ne kanë dhënë klientët e kemi transferuar te partnerët tanë të cilët i kemi zgjedhur me kujdes të veçantë, apo në Shqipëri e flasim më pak më ndryshe, me kujdes të shtuar për çdo detaj deri në realizimin e pushimeve. Prandaj ky është suksesi i ynë. Cilat janë destinacionet më të kërkuara këtë vit dhe pse? Pra dhe njëherë, destinacion kryesor turistik për shqiptarët e Kosovës mbetet Shqipëria. Kur flasim për Shqipërinë si destinacion turistik, duhet ndaj pak pjesën e veriut dhe jugut. Sigurisht që pjesa e Shëngjinit, tashmë falë infrastrukturës, falë njësive të reja akomoduese, po dhe falë ofertave tona ekonomike dhe falë presionit tonë pozitiv që ne e bëjmë te hotelet atje për të nxjerrë ofertat më të mira për shqiptarët e Kosovës është si destinacioni më i kërkuar. Në ndërkaq pjesa e Durrësit ne kemi sezon turistike gjatë gjithë vitit ku shqiptarët e Kosovës jo rastësisht e përbëjnë numër të madh, jo vetëm për shkak të sezonit turistike, por që janë prezent gjatë gjithë vitit dhe Shark Travel është prezent në çdo cep të shqiptarisë gjatë gjithë vitit. Prandaj nuk dua të fokusohem vetëm në të një destinacion turistik, kur ne fillojmë sezonin turistike me 7 muaj të shkurt dhe e përfundojmë me 28 nëntor. Pra, ditën e pavarësisë Kosovës ne dalim ofertat tona për të festuar bashkë dhe mbyllim sezonin turistike në Shqipëri me datë 28 nëntor, ditën e flamurit kombëtar, duke festuar bashkë. Pra, fillojmë me festën e pavarësisë Kosovës dhe mbyllim me ditën e flamurit pavarësisë së Shqipërisë si festë kombëtare dhe gjithë festojmë së bashku. Prandaj jo vetëm Shëngjini, por Shëngjini është Velipoja, është Vlora që funksionon jashtëzakonisht mirë, sidomos në korrekt gosht shtator, po pse jo edhe mujt e pranverës. Dua të fokusohem pak më tepër për Ksamilin, një destinacion turistik ku tashmë ne kemi hotelet tona të kontraktuara. Shark Travel risi për vitin 2025 dhe vitin 2026 e ka edhe dhomat në garanci. Dhe ne kemi dhoma në garanci edhe në Ksamil, kemi në Durrës, kemi në Shëngjin, kemi në Vlorë. Dhe kjo ne na bën më të besueshëm, qoftë për partnerët që thash më herët, qoftë për klientët, sepse ata marrin shërbimin e duhur. Pra, Ksamili është jashtëzakonisht i kërkuar gjatë muajit korrekt gusht shtator, gjithashtu Vlora, por ne për Ksamil, për Sarand, për Vlorë dhe Shqipërinë përgjithësi, Durrës, Shëngjin dhe pse jo vende tjera ne i hapim ofertat tona qysh me 17 shkurt në ditën e pavarësisë Kosovës ku festojmë së bashku dhe mbyllim me 28 nëntor. Sa ka ndryshuar mënyra se si njerëzit e planifikojnë udhëtimin e tyre ndër vite? Po sigurisht që tashmë është krejt diçka tjetër, dikur thash potencova edhe më herët kur qytetarët kanë ardhur direkt në zyre për të marrë informacionet e duhura, kur ata nuk kanë pas mundësi të kenë shumë informacione qoftë për destinacionin turistik Shqipërisë, më tepër e kanë pas fokus Durrësin, sepse Durrësi, ato pjesë të Durrësit, qytetit Durrësit, do shta Rota Kuqe deri Golemin, shkon mbi Kavajës, kanë qenë si destinacione turistike, pra kanë qenë informacioni thjesht, në ndërkaq tashmë është krejt diçka tjetër, ku se qytetar para vetës e ka Shqipërinë si destinacion turistik, e njeh Shqipërinë, paktën e ka vizituar një herë, 2 herë, 3 herë, qoftë me punën, qoftë me familjen apo me shoqërinë. Në ndërkohë, përballë kësaj ka edhe ofertat super ekonomike të Shark Travel. Pra, çdo qytetar tashmë informohet përmes rrjeteve tona sociale. Shark Travel ka rreth 20 milion lexues për brenda 28 ditëve gjatë sezonit të verës, apo ka mbi 240.000 ndjekës në Facebook, dhe kjo bën Shark Travel kuptim plot lider në fushën e turizmit, sidomos sa i përket Shqipërisë, dhe qytetarët shikojnë ofertat në rrjetet sociale, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, në TikTok. Por nganjëherë kjo pjesa e të shikumit shumë oferta, ndoshta është pak më zorshme për të vendosur se cilin destinacion turistik brenda Shqipërisë do të tutohen, në cilin qytet, qoftë Vlora, qoftë Ksamili, qoftë Saranda, se kudo që të udhtosh në Shqipëri është mirë, sepse ki të bësh
me ushqimin tradicional, ki të bësh me hotelet e standardit të 4 dhe 5 yje, ki të bësh me hotelet e cilat janë të ndërtuara buzë detit, prandaj është edhe më vështirë, por megjithatë këtu në këtë rast hyn punë edhe çështja e eksperiencës që unë jo rastisht e potencova pak më herët përgatitja e stafit, ekipes, pra nuk jam unë vetëm, po është një ekip e tërë, janë ato vajza, janë ato plot djemë të cilët merren çdo ditë për të qenë në shërbim të qytetarëve. Sigurisht që deri tash i përmend ofertat dhe që destinacionet ishin kryesisht në Shqipëri, por e dim që Shark Travel organizon edhe udhëtime jashtë Shqipërisë dhe në vende të tjera të botës. A mundosh më tregu saktësisht cilat janë planet e Shark Travel? Po, Shark Travel sigurisht që është një prej kompanive që është lider në fushën e turizmit jo vetëm në Bregdetin shqiptar. Them të drejtën, përveç destinacioneve tjera që ne kemi si linja të rregullta, qoftë destinacionin turistik që kemi në Shqipërinë, ne operojmë edhe me linja të rregullta. 2 herë në ditë udhton autobusin nga Prishtina për në Tiranë dhe Durrës, verë dimën, pra i kemi orare të cilat janë dhe bën biletët mund blen edhe online, është një shërbim jashtëzakonisht i lehtë. Në anën tjetër kemi destinacione të rregullta të udhëtimeve, siç është Zvicra. Pra ne lidhim tashmë edhe diasporën me autobuset tanë super komod. Pra Shark Travel është një ambasador i mirë i Kosovës në Zvicër, duke ofruar autobus komod gjatë udhëtimeve dhe shërbime të mira me një staf jashtëzakonisht profesional. Përveç kësaj, kemi linja të rregullta të cilat operojmë në aspektin turistik për Selanik, verë, dimër, dhe kemi destinacionin turistik që është Halkidiku që operojmë nga periudha aprili deri në muajin shtator, kur dhe mbyllet destinacionin turistik, në ndërkaq oferta tjera që shumë qytetarë të Kosovës, mos tham qindra, po mira qytetarë të Kosovës janë ofertat e Stambollit, ku ne tashmë kalojmë përmes Bullgarisë, vizitohet edhe Sofia dhe Stambolli. Përveç kësaj, kemi destinacionin tjetër turistik, pjesën e Bregdetit Adriatik, ku ka të bëjë me pjesën e Ulqinit, pjesën e Dubrovnikut, por gjithsesi edhe Europa është ajo themi pjesa ku gjatë stinës së dimrit, kur aktivitetet turistike gjatë muajit nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars bien drejtim të Shqipërisë, ne krijojmë tregje të reja, krijojmë partner të ri dhe kemi destinacione turistike siç është vizita për 2 ditë, 3 ditë në Vjenë, në Budapest, në Prag dhe shumë destinacione tjera. Cilat janë planet e Shark Travel? Shark Travel gjithmonë në vazhdimsi ka përmirësuar shërbimet, ka përmirësuar cilësinë e udhëtimeve me autobus dhe ka qenë një lider që ka bërë mbi supet e veta, ndoshta të themi atë barën më të madhe për të krijuar një standard dhe një besim që qytetarët e Kosovës t'i besojnë këtij sektori. Prandaj qëllimin e kemi një dhe të vetëm, që të ofrojmë shërbime të mira cilësore, të sjellim autobuset më komod të standard Euro 6 nga Europa, por gjithsesi të krijojmë edhe destinacione turistike me oferta ekonomike të cilët qytetarët e Kosovës po i mirëpresin. Dhe në kuadër të kësaj, ne kemi si qëllim kryesor, ju i patë se shumë të ri dhe të reja punojnë në zyrët tona, që t'i mundsojmë të rive dhe të reja që të vinë, jo vetëm të punësohen, por të bëjnë edhe praktikat më të mira nga Shark Travel, që nesër mas nesër ata ose të punësohen në Kosovë, po pse jo mos të hapin ata ndonjë biznes të këtij sektori, pra që të keni një eksperiencë të fituar nga puna në Shark Travel. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjitha informacionet që i ndat me shikuesit tanë. Juve nuk ju mbetet asgjë tjetër, veç se të nxitoni dhe të vini t'i kapni ofertat në Shark Travel.